Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, mëshirëplodhit. Paqja, bekimet dhe madhërimet e të Madhit Allah qofshin mbi vulin e profetëve Muhammed Mustafa alayhi salam, familjen e tij, shokët e tij dhe mbarët ato të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit, ku elusin madhruarin Allah na bëjë gjithë prej tyre. Të nderuar teleshikues, jemi së bashku në vargciklin e emisioneve Fjala që udhëzon. Tregon sahabiu i nderuar Abu Huraira radhiyallahu anhu dhe thot: erdhi tek profeti alayhi salatu wassalam një person dhe e pyeti: o i dërguari i Allahut, më këshillo, më porosit, ma jep një këshill të vyer. I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: la taghdab, mos u mërzit, mos u zemro, mos u nevrikos. Faraddada miraran qala la taghdab, dhe ja përsëriti thot për disa herë me radhë fjalën mos u nevrikos. Thot burri i cili e pyet njeriu, e pyet profetin sallallahu alaihi wasallam për këshill, thot meditova pak rreth kësaj gjëje dhe arrita në konkluzionin se nevrikosja është sherrri i gjithçkaje, ose është sherrri më i madh, nevrikosja. Fillimisht do të vrejmë se në shumë hadithe të ndryshme sahabiu i nderuar Abu Huraira radhiyallahu anhu domethënë drejtohet që erdhi një person tek profeti alayhis salam. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon se Abu Huraira është një ndër ata, edhe pse në vite nuk kanë qenë të shumta, për shoqëruar me profetin alayhis salam vazhdimisht. Ndaj dhe ka thonë atë fjalën e tij të shquar që të tjerët shoqërohen me profetin alayhis salam, domethënë për të mësuar, ndërkohë që unë si Abu Huraira shoqërohesha dhe për të ngopur barkun tim. Natyrshëm dikush do të pyes: përse Abu Huraira radhiyallahu anhu, që është dhe transmetuesi më i madh i haditheve të profetit alayhis salam, e ul nivelin deri në atë pikë sa thotë unë shoqërohesha me të, domethënë për të ngopur barkun tim. Ne dim se banorët e Sufes, ose të pastrehet, ose ata që ishin ndryshe domethënë në qendrën sociale, në një pjesë të xhamisë së pejgamberit alayhis salam, ishin disa kategori. Një kategori ishin emigrantët ose muhaxhirët, të cilët erdhën nga Mekka, dhe këtu ka nisur e gjitha ajo. Një kategori e dytë do të jenë ata të cilët i bashkohen pejgamberit alayhis salam nga viset të tjera, si rasti i Abu Hurairas radhiyallahu anhu, i cili ka emigruar bashkë me fisin e tij, fisin Ghifar, drejt Medinës së pejgamberit alayhis salam, dhe kanë qenë të shumtë. Dhe një kategori e tretë janë ata të cilët qëndronin në këtë vend, si Ka'b ibn al-Ashraf, të cilët ishin pasanik në realitet, po qëndronin për të edukuar veten e tyre. Pra dëshironin të jetonin ato jetën e thjeshtë, edhe pse ishin ndër pasanikët e vendit. Abu Huraira radhiyallahu anhu është prej atyre të cilëve u ra domethënë të sakrifikojnë në këtë formë. Por kur Abu Huraira thotë që shoqërohesha me profetin alayhis salam, kjo nuk do të thotë se Abu Huraira në vendlindjen e tij, në fisin Beni Ghifar, ishte në skamje. Kjo do të thotë që aty ku u zhvendos, i vuri një objektiv jetës, dhe objektivi i jetës së Abu Hurairas radhiyallahu anhu ishte të mësonte dhe të përcillte sa më shumë nga pejgamberi alayhis salam. Por për këtë të nevojitet koha, pra koha nuk ishte në favor të Abu Hurairas. Abu Huraira radhiyallahu anhu nuk ishte njeri i paaft, ishte person i cili kishte aftësi në jetë, mirë po fakti i aftësive të Abu Hurairas fokusohej aty ku do të ishte më i dobishëm në të ardhmen. Ndaj dhe profeti alayhis salam në një hadith të tij thotë: Allahu xhelle xhelalu kur e don një rob e përdor atë për mirë. Por këtë të cilin do e përdori për mirë, a nuk do të sakrifikoj vallë ky? Patjetër që do të sakrifikoj. Ndaj dhe Abu Huraira radhiyallahu anhu do të sakrifikoj edhe me qenëmrinë e tij me skamjen. Do të sakrifikoj, domethënë do të përjetoj skamjen, sepse ajo të cilën ai do ta përcjell dhe ajo të cilën ai do ta arrisë nëpërmjet kësaj vuajtje është shumë më madhështore dhe vlen më shumë se sa kjo skamje në disa vite. Ndaj vrejmë pra se Abu Huraira radhiyallahu anhu shpesh përcjell hadithe të pejgamberit alayhis salam që thotë:
erdhi një person tek pejgamberi, që do të thotë që vetë Abu Huraira radhiyallahu anhu ishte prezant. Dhe sikur të mos ishte kjo sakrifica e Abu Hurairas radhiyallahu anhu, ndoshta do të kishim një mungesë të madhe në përcjelljen e ngjarjeve, por ja që Allahu subhanahu wa taala siç caktoi që Abu Huraira të ishte personi i cili do të na transmetonte një sër ngjarjesh apo fjalësh nga i dërguari i Zotit alayhi salatu wasalam, në mos Abu Huraira do të ishte një tjetër. Allahu e privilegjoi këtë njeri duke bërë, domethënë, transmetuesin më të madh, duke e ngjitur emrin e tij me emrin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, pra vazhdimisht duke e gjetur Abu Huraira. Dhe të gjithë e njohin me Abu Huraira, ndërkohë që emri i tij i vërtet është Abdurrahman. Abu Huraira pra na tregon dhe thot, erdhi një person tek profeti alayhi salam. Fjala erdhi, shpesh sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam thot, mezi prisnim që dikush të vinte tek pejgamberi alayhi salam dhe ta pyeste atë. Pra kishin ndrojtje herë t'i drejtonin pyetje të dërguarit Zotit. Dhe kjo të nderuarit e mi na ndodh edhe në jetën e përditshme. Njerëz të cilët na rrethojnë, me të cilët jemi shumë të normalizuar me ta, por sërish gjenden të ndrojtur. Unë këshilla ime do të ishte për këta njerëz, domethënë që jeni sa më të çiltër me të ditur që keni për rreth. Stejoni që të vjeri një i largët, guxon t'i bëj një pyetje që ndoshta ti do të dëshiroje t'ia drejtoje atë pyetje, po ja që të ndalon turpi, ja që të ndalon ndrojtja, të ndalon diçka tjetër. Ndaj dhe kanë thënë, ose ka thënë Aisha radhiyallahu anha, Allahu i mëshiroft femrat ensare, për vendaset e Medinës. Nuk i pengonte turpi për ta mësuar fenë e Allahut subhanahu wa taala. Pra shpesh herë bënin pyetje të tilla, të cilat femrat e tjera, të cilat edhe pse kishin jetuar me pejgamberin alayhis salam më gjatë, nuk guxonin t'ia bënin, pra kishin një lloj ndrojtje. Kjo gjë sa është e mirë, aq është dhe e keqe. Është edhe e keqe sepse nuk lën të avancosh, të përparosh. Dhe siç thot profeti sallallahu alaihi wasallam, dy kategori njerëzish nuk mësojnë kurrë. Ai i cili ka turp dhe mendje madhe, Zot mos na bëj prej të dyve. Turpi është me vlerë, patjetër që turpi ka vlerë në gjithçka, ndaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam kur e ka takuar ose kur e ka hetuar një person i cili e këshillonte shokun e tij duke thënë që mos i kaq i turpshëm, mos ki turp, gjërat kësaj natyre, çfarë i tha? Da'hu fa innal haya'a min al-iman au fa innal haya'a la ya'ti illa bi khair. Lëre pra mos i flit në këtë formë që ora mos ki turp, mos je i turpshëm, gjërat kësaj natyre, se turpi është pjesë e besimit ose turpi nuk sjell vetëm se hajrin. Pra ne nuk po kërkojmë këtu të eliminojmë cilësinë e turpit që duhet ta ketë çdo besimtar, por në rastin konkret po themi që për gjëra të cilat e sheh veten se ti ke nevojë të pyesësh rreth saj, mos u mjafton me faktin që shkosh që kam shumë vite që shoqërohem me këtë person dhe kam ndrojtje ti drejtoj një pyetje. Kështu jetonin që është vërtetë sahabët e pejgamberit alayhis salatu wasalam me dërguarin e Zotit. Pra shpesh herë thonin, inshallah po vjen një person tjetër dhe pyet atë pejgamberin alayhis salatu wasalam, domethënë për një pyetje të cilën do ta kishim në dëshirën tonë për ta pyetur pejgamberin alayhis salatu wasalam, po ja që na pengonte domethënë ajo ndrojtja prej tij. Nëse po flasim për pjesën e parë, ajo që quhet ndryshe ndrojtja prej të diturit, në rastin konkret pejgamberi alayhis salatu wasalam nuk është thjesht i ditur, i dërguar i Zotit, është i përzgjedhur i Allahut, krijesa më e mirë që ka krijuar Zoti i gjithësisë, çelësi i xhenetit, krijesa më e dashur e Zotit subhanahu wa taala. Por kemi në një qasje tjetër kemi një problematik të dytë. Ajo që thonë, domethënë që përcjellin dietarët e Islamit, azhadun nasi bil alimi ahluhu. Njerëzit të cilët ose njerëzit që janë më të theksuar në faktin që nuk ja din vlerën të diturit janë ata të cilët e rrethojnë. Sepse e ka vazhdimisht aty këtë mirësi të Allahut subhanahu wa taala, këtë nimet dhe nuk ja din vlerën. Njerëzit që janë domethënë më të theksuar në këtë pjesë. Pra kemi një kategori nga të afërmit të cilët kanë ndrojtje, të pyesin apo të drejtojnë pyetje të ndryshme, që i konsiderojnë domethënë, shiko se është turp, ndoshta ta pyes për këtë gjë, përderisa nuk është diçka personale, përderisa nuk është diçka private, është diçka që ty të shqetëson, ose ty të intereson në fenë e Allahut dhe në jetën tënde të përditshme, atëherë pyet për ta. Pjesa e dytë, mos interesimi
Domethënë duke qëndruar vazhdimisht, duke i patur këta njerëz në brendësinë tënde ose në gjirin tënd, nuk të shkon ndërmend ti drejtosh pyetje të cilat domethënë ti i ke të panjohura. Arsyeja sepse nuk e vlerëson ndoshta sa ç'duhet. Dhe këtu përcillet një histori për të nderuar Imam Ebu Hanifën rahimahullah, ku e ëma e tij, pra ishte një hoxh, mirë po ky hoxha ishte ndër nxënësit e Imam Ebu Hanifës, pra mësonte me Imam Ebu Hanifën. Dhe e ëma e tij i thot: "O bir, të shkosh dhe të ma pyesësh hoxhën 1, 2, 3, do më thonë pyetjet që ajo kishte. Pa tjetër nënë, thot, shkoj dhe e pyesun. Dhe shkon Imam Ebu Hanifi rahimullah tek kush, tek nxënësi i tij. Dhe thot: "Hoxh, më ka dërguar nëna të drejtoj disa pyetje." I thot hoxha, thot, pra nxënësi i thot profesorit ti: "Po a më drejton pyetje mua, ndërkohë që ty të kanë në shtëpi?" I thot: "Vallahi, thot, nëna, thot, më ka thënë, po thot, si do përgjigjem unë hoxh para teje? Ti do përgjigjesh, do ta shohësh, ta shohësh, ta arsyesh me për të përgjigjur. Dhe pyetjet e nënës janë këto." I drejtohet hoxha dhe i thot, domethënë mësuesit ti, Ebu Hanifës rahimahullah, thot: "Si do të përgjigjesh ti po të ishe në vendin tim?" Dhe jep Ebu Hanife përgjigjet e tij. Thot: "Këto dërgoja nënës dhe thuaj kështu më përgjigj hoxha." Domethënë, shpesh herë përballemi me këtë kategori të cilët nuk e ndjejnë vlerën e vërtet të njeriut që e kanë aty pranë. Nuk e ndjejnë, dhe kjo është për të ardhur keq. Jo se i dituri, domethënë, kërkon vlerësim nga ata të cilët e rrethojnë. Ne vlerësimin duhet ta kërkojmë prej Allahut subhanahu wa taala. Vallahi po patë vlerë tek Zoti xhel xhelalu. Domethënë, nën çmimet, le të themi, domethënë të përdorim fjalë komplet ndryshe, nën çmimet e gjithë krijesave nuk është se ndikojnë ndonjë gjë tek ty, po patë vlerësimin e Allahut. Mirë, por krahas kësaj janë një motivim. I diturit nderuarit e mi është si puna e ujit, si puna e pusit. Prej pusit sa më shumë të nxjerrësh ujë prej tij, aq më shumë ai futet në prodhim, ose damarët e tokës, domethënë, aq më shumë hapen, zjerohen për të prodhuar ujë për ty, për të të furnizuar me ujë. Por nëse e lën ujin aty në pus, me kalimin e kohës, pra siç flasin dhe specialistët, domethënë, e ujrave ose të pusave, thot me kalimin e kohës, nëse ti nuk e zbraz atë ujin e pusit, ai gjen një rrugë tjetër dhe do të shkojë diku tjetër. Po a nuk do të jetë turp për ty që e pate pusin në oborrin tënd, në lagjen tënde, në xhamin tënde, dhe ta shfrytëzoj dikush ujin që ti e pate aty? Domethënë, emeta kthehet tek ty. Dhe profeti alayhis salam ishte i hapur për njerëzit, për të gjithë njerëzit. Natën dhe ditën, kishte njerëz të cilët e prisin të dërguarin e Zotit tek dera për ta pyetur. Këto e kanë trashëguar dhe dietarët e Islamit. Ndaj ka dhe kapitull të veçantë, domethënë, se si duhet të sillemi me njeriu të cilë do t'i drejtojmë një pyetje. Të mos e shqetësosh, domethënë të mos jetë në kohën e rehatisë së tij, domethënë tashmë është futur në shtëpinë e tij. Pra gjatë gjithë ditës ka qenë në dispozicionin tënd, ke patur të gjithë mundësinë. Tashmë u fut në shtëpinë e tij. Mos e shqetëso thot në ato kohë, ose kohët e pushimit thon ndryshe. Pra dikush domethënë, sepse ne sot jetojmë me teknologji, jetojmë me telefona, me gjithçka, në orë të vona të mbrëmjes, thot, më fal nëse të shqetësoj, se desha të bëj një pyetje. Domethënë, a nuk priste pyetja jote që të jetë në një kohë të caktuar, nëse nuk është diçka emergjente. Nëse është diçka emergjente, mos e kursej nderuarin. Mos vepron kokën tënde nëse është diçka e cila nuk pret. Më mirë shqetëso atë i cili merr përgjegjësitë mbi supët e tij dhe përgjigjet me fenë Allahut subhanahu wa taala me dituri, se sa të veprosh me hamendjen tënde. Por ka të tillë të cilët diskutime mund ta ketë në traditën e tij, domethënë që të qëndrojë vonë me shoqëri jashtë familjes tij, dhe në diskutime e lartë, ja se po e pyesin për shembull hoxhën. Më fal nëse të shqetësoj. Çfarë mund t'i thuash, domethënë, për çfarë është kjo, më fal, kur ti nuk e ke patur urgjente diçka të tillë. Pra, dhe kanë thënë që mos e shqetëso në kohët e pushimit,
në kohët e privatësisë, pra po qëndron tani me familjen e tij, sepse në fundit në familje ato hoxhën domethënë e njohin për burri i shtëpisë ose bashkëshorti ose babai ose gjyshi e kështu me radhë. Nuk është se e njeh dikush për hoxh ose nuk e ka atë vlerësimin hoxh si jashtë shtëpisë. Kështu që mos ja prish atë autoritetin që ai ka në familjen e tij për tekat e tua personale. Dhe kemi rastin kur Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu shkon tek një prej shokëve të pejgamberit alayhis salatu wassalam për ta pyetur rreth një hadithi. Dhe qëndron thot tek dera e tij, pra nuk e troket derën, por qëndron tek dera derisa ai del. Dhe kur ai del, domethënë prej shtëpisë tij dhe sheh thot djali i xhaxhait të pejgamberit alayhis salatu wassalam këtu tek ne, pra na pas ka nderuar dhe nuk ka ardhur brenda, thot kam ardhur të të pyes, po përse nuk më dërgove haber thot dhe vija unë? Pra pse ke shqetësuar dhe ke munduar veten tënde dhe ka ardhur tek unë, ndërkohë që vija unë tek ty. Pra mjaftot më thoje që të kërkon Abdullah ibn Abbas dhe vija unë tek ty. Thot Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, dituris i shkohet nga pas, nuk vjen ajo ty. Thot dhe po qëndron djali i xhaxhait të pejgamberit alayhis salatu wassalam, qëndron këtu ku i takon, pa të shqetësuar. Ndaj të nderuarit e mi, profeti alayhis salatu wassalam pjesën e pyetjeve përgjigjeve e kishte si pas nevojës së njerëzve, i priste femrat dhe meshkujt. Nuk ishte diçka që quhej domethënë ajo privatësia komplet, veç rasteve kur kërkohej që mund të ishte diçka komplet sekrete ose komplet personale e njerëzve. Ndërsa në përgjithësi edhe gjërat të cilat ndoshta ishin lidhje private e dikujt, i dërguar i Zotit alayhis salatu wassalam i ekspozonte, pra e kishte tagrin, ti ekspozonte në mënyrë që të mësonin dhe të tjerët. Shpesh herë vërejmë domethënë se njerëzit mësojnë nga praktikat e të tjerëve. Jo të gjithë janë në atë fushën domethënë që shiko se në jetë për aq sa ty të nevojitet duhet të mësosh në fenë e Allahut. Sepse kemi kaluar në një metodë tjetër e cila dhe kjo në vetë është një metodë totalisht gabim, metoda autodidakte, kur dikush kërkon domethënë të mësojë diçka ose pyet rreth diçkaje, i ofrojnë ose i vënë në dispozicion një libër. Ja, merr lexo sepse ti di të lexosh. Ai mund di të lexojë mekanikisht, por vallë, a din të lexojë dhe të analizojë dhe të jesh i sigurt se ato që lexoj e ka kuptuar ashtu siç duhet? Normalisht që për këtë nevojitet specialisti, por jo të gjithë njerëzit janë këtë formë. Ndaj dhe profeti alayhis salatu wassalam e ndjente të udhës dhe shumë të domosdoshme që shpesh herë pyetje të cilat ndoshta ishin dhe personale ti bënte publike ose të bëheshin publik për vetë faktin se nevojitej që të mësonin të gjithë. Ne do të bëjmë një shkëputje të shkurtër për të rikthyer në pjesën e dytë për të trajtuar pjesën e zemërimit dhe xhindosjes. Shikues të nderuar, jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit për të trajtuar pikërisht temën kryesore të fjalës që uzon, një fjalë e cila është këshill për gjithë deri në ditën e gjykimit. Këshilla ndër këshillat më madhështore për jetën. Mos u inatos. Do të vërim se profeti alayhis salatu wassalam ka trajtuar këtë temë në shumë dimensione dhe në aspekte të ndryshme. Pra nuk është vetëm kjo fjalë që është e vërteta. Pra kemi një fragment ku i dërguari i Zotit alayhis salatu wassalam sheh dy persona të inatosur ose që grindenin me njëri tjetrin, zërat e cilëve ishin ngritur normalisht mbi normalen e tyre, dhe thot unë e di një fjalë ose një vepër një veprim të cilin nëse këta të dy do ta vepronin, Allahu subhanahu wa taala do t'ja eliminonte gjendjen në cilën ata ndodhen. I thanë çfarë është ajo i dërguari i Zotit? Tha të thonë a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nëse është i ngritur të ulet dhe nëse është i ulur të shkojë dhe të marrë abdes dhe Allahu ja largon këtë. Thonë një fjalë arabët këndoj të keqes dhe rri larg asaj. Do të thonë këndoj të keqes, pra largoju, rri vetëm larg asaj. Pra e sheh domethënë se je përballë një të keqe. A ka mundësi ta shmangësh i nderuar? Shmanga ato të keqe sepse nuk është ndonjë trimëri e madhe që ti të qëndrosh domethënë përballë të keqes, pra je në gabim dhe vazhdon të jesh në të. Nuk hap rrugë, thotë unë.
kur mos thuaj unë. Edhe me qenë me të vërtetën në çastin kur ti përdor edukat keqe me Zotin xhelal dije se shkove në rrugën e gabuar. Profeti alayhi salatu wasalam ka thënë lejse shedidu, nuk është i fort ai i cili domethënë reagon kur i natoset. Por i forti është ai i cili vetë përmbahet dhe duron kur i natoset. Njetë kemi ndoshta edhe provokime të ndryshme, ndoshta edhe situata të ndryshme. Prej teje kërkohet të mos reagosh sidomos kur je i mërzitur. Ndaj kanë thënë të mos marr vendime njeriu kur është i mërzitur, kur është i nxehur sidomos. Pra këtu po flasim në rastin konkret për inatosje dhe nxehje, kur është i nxehur. Përse? Sepse sido qofshin vendimet e tij, fjalët e tij, edhe në qofshin të sakta, dije i nderuar im, domethënë se do të gabosh. Përse? Vetëm profeti alayhi salatu wasalam ka thënë shkruani ose përcillni nga unë, kur jam i qetë dhe kur jam i inatosur ose i nxehur, sepse unë nuk flas vetëm se hak. Pra i jam lutur Allahut subhanahu wa taala që të mos flas vetëm se hak. A kemi raste të tilla? Patjetër që kemi raste të tilla. Kemi rastin në Hudejbije ku pejgamberi alayhi salatu wasalam u thot shokëve të tij me të cilët ishin nisur për të kryer umrën dhe i drejtohej që qethini flokët dhe bëjni ata kurbanët që keni bërë në jetë, domethënë për t'i bërë. Askush nuk po i përgjigjej të dërguarit të Zotit. I inatosur futet në çadrën e tij aty ku ndodhet bashkëshortja e tij dhe i thot si mund të bëj hajër një popull, një kom, një ummet që nuk i binden të dërguarit të tij. Pra me të vërtetë që po flet në këto çaste, apo flet në realitet i dërguari i Zotit. Patjetër që po flet realitet. Dhe shikoni domethënë se si e menaxhon ai këtë situatë. Me t'i folur bashkëshortja e tij ai reflekton. I thotë i dërguari i Allahut, po ti e ke zgjedhjen në dorë. A nuk po merr ta veprosh ti i pari? Pra shpesh herë njerëzit nuk marrin vesh me fjalën, por marrin vesh me veprën. Pasojnë veprën para se të dëgjojnë fjalën. Thotë i dërguari i Allahut, dil ti i pari, nëse domethënë kurbanët që ke bërë një jetë për t'i bërë bëj këtu, qethi flokët e tu, ashtu veproi i dërguari i Zotit alayhi salatu wasalam dhe të gjithë ju bindën. Pra, nuk e vazhdoi atë inatin e tij, sepse shpesh të nderuarit e mi, domethënë inatet e njerëzve, zemrimet e tyre vinë dhe i thellojnë shumë më shumë situatat. Zemrohesh me dikë, inatosesh me dikë, domethënë xhindosesh ton ndryshe prej dikujt, reagon keq, mirë se reagon keq, por nuk din të kërkosh as ndjes dhe vazhdon në të njëjtën situatë në të cilën ishe dhe çfarë bën, vetëm se e zgjeron dhe e thellon atë hendekun e largimit me njëri tjetrin. Ndërkohë që besimtari është diçka e ndryshme. Besimtari është ashtu siç thot profeti sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu mra'an samhan idha ba'a samhan idha ishtara. Allahu mëshiroft atë personin i cili është tolerant kur blen, kur shet, dhe edhe deri kur gjykon, në marrëdhëniet me njëri tjetrin është tolerant, gjithçka ka lidhje me veten. Përse i nderuarim? Po nuk ja vlen dhe nuk e meriton kjo dynja, e gjithë dynjaja, me të gjitha të mirat që mund të ketë, me të gjitha nimetet që mund të ketë. Vallahi nuk e meriton të zemrohesh me tjetrin. Lumë për atë i cili toleron, lumë për atë i cili fal, lumë për atë i cili duron. Allahu në shumë ajete në Kur'anin e tij famlart thot inna Allaha ma'as sabirin, Allahu është me durimtarët. Domethënë çfarë kërkon më tepër kur ti të klasifikohesh i duruar dhe dish se për krah teje ose në veprën tënde është Allahu me ty. Çfarë kërkon më tepër? Ku durimi, maturia, mençuria të cilën e shpreh, reflektimi, reflekton në kohë, janë të gjitha në shërbimin tënd i nderuarim. Në qoftë në një marrëdhënie familjare, mund të kemi probleme të ndryshme, patjetër, sepse jeta i ka këto. Mund të kesh probleme me bashkëshorten. Mund të kesh provokim nga ana e gjinisë femërore, ndodh shpesh kjo. Mos bjer pre e kënaqësisë së shejtanit dhe të shprehesh atë inatin, mllefin apo zemrimin tënd. Gjej një mënyrë se si të reagosh me qetësi.
Ndaj dhe shpesh e themi, kush nuk arrin ta kuptoj femrën nuk mund të jetojë me të. Femra dhe mashkulli janë dy krijesa të cilat plotësojnë njëra tjetrën, janë dy gjini të ndryshme, janë dy karaktere dhe personalitete të ndryshme. Njëri ka një mentalitet apo një karakter, njëri ka një karakter tjetër, ama të dy së bashku plotësojnë karakterin e plot të njerëzit. Pra, mashkulli ka disa gjëra mangut, femra ka disa të tjera mangut. Gjëra të cilat nuk i posedojnë të dyja palët plotësojnë njëra tjetrën. Ama nëse nuk arrin ta kuptosh, sepse përgjegjësia më e madhe është mbi mashkullin në një lidhje, nëse nuk arrin ta kuptosh gjinin femërore, nuk mund të jetosh me to. Atëherë, mos bjer pre e provokimeve. Mund t'ju përmend tu një rast të cilin e kam dëgjuar me thjetër ose me 100 herë nga hoxha i nderuar Abdul Qadir al-Arnaut, zoti i mëshiroft, ku shpesh herë hoxha e kishte zakon që për çdo ditë pas namazit të ikindis deri në namazin e akşamit në bibliotekën e tij, në Bab Musalla, në Mejdan domethënë të Damaskut, priste vizitorët, qoftë edhe për ta përshëndetur hoxhën apo qoftë zakonisht për pyetje përgjigje. Dhe shpesh hoxhallarët dhe dietarët e Damaskut përcjellnin njerëz ose referonin njerëz për tek hoxha Abdul Qadir al-Arnaut për të pyetur rreth çështje ose për të gjykuar më mirë themi, po për të pyetur rreth çështjeve të divorcit. Pra kishte shumë situata që njerëzit përballen me çështjet e divorcit, ndoshta në viset tona nuk e kemi këtë traditë, elhamdulillah që nuk e kemi, që të përdorim shpesh fjalë, domethënë në Islam martesa dhe divorci janë me fjalë, lidhet me fjalë, e pranova me kërkesë dhe miratim. Pra e kërkon dorën e vajzës, vajza dhe përgjegjësi i saj e pranojnë dhe ti e miraton pra, dhe kështu lidhet një martesë, që ne e quajmë ndryshe nikahu, po në të njëjtën kohë si realizohet ndarja, realizohet me gjuhë, pra duke i thënë që ti je ndar, e divorcuar. Ne thash elhamdulillah që në vizet tona nuk i kemi këto tradita. Mirë, po duke ja thënë diçka të tillë, domethënë ti e ke ndar, dhe kuptohet që ka procedura të tjera dhe ka rregulla të ndryshme në situatë sipas situatës. Dhe ndodhte shpesh që hoxhën e pyesnin, vinin ta pyesnin për ndarjet, zakonisht domethënë ku në të njëjtin mexhlis, në të njëjtin vend e kishin përdorur domethënë termin e ndar, je divorcuar për 3 herë, ti je ndar, ti je ndar, ti je ndar, dhe gjykimi sipas shumicës së mëdhëve islame është që ndarja e saj ose divorci i saj konsiderohet divorci final, domethënë me 3 ndarje një femër nuk bën të rikthehet më me ty pa patur një martesë tjetër. Mirë, po elhamdulillah që ka fetva të vjetra, duke filluar nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, të përcjella dhe nga dietari i shuar Ibn Taymiyyah rahimahullah, dhe për kohën moderne shpesh këto fetva i përcjellte edhe Sheikh Abdul Qadir al-Arnauti, që në të njëjtin mexhlis tonte konsiderohet një ndarje dhe jo 3, një diçka e tillë. Duke qenë se hoxhën e pyesnin shpesh domethënë dhe ishte e përditshme një pyetje e tillë, ai përdorte tashmë një sarkazëm, domethënë diçka pak a shumë për qeshur, po në vetvete e kishte atë mentalitetin domethënë e përgjigjes së saktë. Thonte po mirë, çfarë thot gruaja bën ti? Pra nëse të ka nxehur dhe nëse thot në qofsh burr ndaj, e bën ti diçka të tillë? Po pse më i mirë se presidenti i Sirisë je ti? Ne jemi 25 milion sirian dhe i qëndrojmë gati tu, thonë të gjithë atij. Nëse do t'i thot Esmaja, bashkëshortja e tij, nëse do t'i thot Esmaja që ndaj po që e burr, guxon thonte presidenti, pra Beshari, guxon presidenti ta ndaj, nuk mundet. Jo vetëm për veten e tij, por për opinionin, për prestigjin e tij, për gjithë ato që ai përfaqëson. Pse më i mirë thonte nga presidenti jeti, pra me një gur vriste 2 zogj. Ndaj i nderuari im, në jetën familjare duhet bësh durim, me fëmijë duhet bësh durim. Pra shpesh herë mërzitia, nxehja nuk japin rezultat. Atëherë përdor metoda të tjera. Mblidhe në vetveten tënde, gropose në vetveten tënde, i edukator, sepse duke reaguar kur je i zemruar, ndaj dhe sahabiu pra çfarë ka thënë,
Dhe kur meditova rreth saj, pash që hajri dhe sherri i gjitha domethënë ishte tek fjala la taghdab, mos u nevrikos. Pse? Sepse nevrikosja asnjë gjë nuk e zgjedhur. Pra çfarë zgjedh njeriu kur nevrikoset dhe shpërthen? Thjesht domethënë që për momentin i duket se ai u rahatua ose brendshmi i tij domethënë nuk e ka më atë peshën e madhe. Por sa dëmë të tjera ka shkaktuar. Ne këto na interesojnë, këto dëmët e tjera. Nuk duam që ai për momentin të shfryhet dhe për momentin ai të rahatohet. Ndërsa feja Allahu subhanahu wa taala kërkon prej teje që ti të jesh vazhdimisht rahat, ti të mos kesh pasoja negative, ti të mos krijosh përçarje, ti të mos krijosh paudhësi, shkatërim në tokë, por ti jesh njeri i matur. Ndaj nderuari im, fjala që uzon e përmbyllur dhe një herë tjetër në fjalën e profetit alayhi salatu wasalam që ja përsëriti disa herë sahabiut, mos u nevrikos, mos u xhindos, mos u tregon njeri i dobët, sepse ai i cili shpërthen në zemrimin dhe inatin e tij, ai ka dobësi, qoftë në formimin e karakterit, qoftë në sifatet dhe cilësitë të cilat përbëjnë personalitetin e tij. Elusim Allahun subhanahu wa taala, Zot na falë na mëshiro, na bëjë Zot të urtë, na bëjë Zot të matur, na bëjë Zot të çiltër, të sinqert, vigjilent, por mbi të gjitha të sinqert me madhninë tënde. Të lutem ty, madhnueshmi Allah, për gjithë dëgjuesit dhe të gjithë kontribuesit për këtë fe, o Allah, derdh mbi to mëshirën tënde, tregoj se sa e madhe është mëshira jote, se sa e pakufishme është ajo. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.